يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderojmë Allahun e lartësuar, e lutim atë që të na ruaj dhe të na mbrojë nga veset dhe gabimet tona, atë që Allahu udhëzoi në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë prej saj përveç Tij, dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç Tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Pra ai është i vetmi i cili meriton të gjitha adhurimet, përgjërimet tona. Kjo për faktin se ai nuk ka birë dhe as bashortë, nuk ka të barabartë dhe as të ngjashëm me të. Ai nuk ka nevojë për ndihmëtar dhe as ortak. Ai është krijuesi i vetëm dhe çdo gjë tjetër përveç Tij është krijesë. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob i Allahut. Kur themi rob, pra njeri si të tërë njerëzit e tjerë, nuk ka në dorë asgjë, as për veten e tij dhe as për të tjerët. Dhe kur themi i dërguar, ky është një vlerësim dhe një përzgjedhje që i bëri Allahu i lartësuar ndër të gjithë njerëzit e tjerë, duke i dhënë detyrën e përcjelljes së mesazhit hyjnor mbar njerëzimit. Detyrë të cilën ai e kreu në mënyrën më të mirë. Prandaj e lutim Allahun e lartësuar që salavatet dhe selamet e Tij, falet mirësit, lavdërimet e Tij, të jenë për profetin ton Muhammed, familjen, sahabët, shokët e profetit, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në fund e në vijim. Allahu i lartësuar na urdhëron ne të bindemi Atij, sepse ky është edhe qëllimi për të cilin u krijuam. Edhe na premtoi shpërblime dhe falje të madhe nëse bëjmë këtë gjë. E në të njëjtën kohë na kërcënoi dhe na paralajmëroi me dënim të dëmshëm, të padurueshëm, nëse e refuzojmë bindjen dhe nënshtrimin ndaj Zotit ton. Allahu i lartësuar në Kur'an thot: "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannah faqad faz, wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Çdo nefs, çdo shpirt, çdo vetë, çdo njeri do ta shijojë vdekjen. Dhe në ditën e Kiametit juve do t'ju jepen shpërblimet për atë që keni vepruar. Prandaj kush shpëtoi nga rënja në zjarr dhe hyri në xhennet, ai ka arritur suksesin e madh. Dhe jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetëse plaçk mashtruese. Dhe në një tjetër ajet kuranor Allahu i lartësuar thotë: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Edhe çdo njeri vdes me lejen, caktimin e Allahut. Dhe çdo kush ka afatin e tij të caktuar. Sa do të jetojë? Një afat që as nuk shtyhet dhe as nuk shpejtohet nga ai caktim që bëri i gjithdijshmi, Allahu i lartësuar. Por në kohët e fundit shohim dhe jemi dëshmitar të asaj për të cilën paralajmëroi profeti alayhi salatu wassalam
plot 14 shekuj më parë se nga shenjat e kiametit është edhe vdekja e papritur. I vjen njeriut vdekja në mënyrë të papritur, pa qenë i sëmur, pa qenë në luftë, pra në një gjendje, në një vend ku predispozohet apo mund të ndodhë dhe mund t'i vi vdekja nga njëri moment në tjetrin. Mund të jetë në shtëpinë e tij në vendin më të sigurt. Mund të jetë në gëzim e sipër. Mund të jetë tepër i qetë. Mund të jetë ndërtuar dhe hartuar plane për ditët, vitet në vijim. Dhe është i shëndetshëm dhe nuk ka asnjë problem shëndetësor. Por i vjen vdekja papritur. Dhe ky është një fenomen që kohët e fundit është shtuar, siç paralajmëroi profeti alayhi salatu sallam se nga shenjat e kiametit shpeshtimi i vdekjes së papritur. Një arrest kardiak, një trompoz, një aksident, një rënje nga një lartësi, apo në një mënyrë tjetër vdes papritur. Dhe kjo është ndër gjërat më të këqija që mund t'i ndodhin njeriut që qëllimisht e ka harruar Zotin e tij, takimin me të, llogarinë tek ai. Kjo është gjëja më e keqe që mund t'i ndodh atij që refuzon të jetë musliman dhe zhytet në gjunahe dhe vrapon pas dëfrimeve të ndaluara të jetës së kësaj bote. Për të tillin dhe vdekjen e papritur për të, profeti alayhi salatu wassalam thot: "Mautul faj'a akhdatu asif." Vdekja e papritur është një goditje zemërimi. Pra nëse një vdekje e tillë e papritur, e pa menduar, e pa planifikuar, i vjen njeriut mëkatar, jo besimtar, atëherë kjo është shenjë zemërimi të Zotit për të. Sepse një njeri i tillë nuk ka kohë të reflektojë, të kujtojë Zotin e tij, sepse po largohet, pa shet e vetë që po largohet, ditë pas dite, për shkak të një sëmundje e tjerë. Jo, i vjen papritur. Nuk ka kohë të reflektojë, të pendohet, të bartis gjunahet, të bëjë ndonjë vepër të mirë, të thot një herë, o Zot më fal, të bëjë një lutje për veten e tij. Prandaj profeti alayhi salatu sallam tha, goditje zemërimi. Dhe kjo është një shenjë përfundimi të keq. Nëse vdekja e njeriu të tillë vjen në këtë mënyrë papritur, është një shenjë edhe përfundimi të keq. Dhe vdekja e papritur mund ta gjejë njeriu jo vetëm në shtrat, njeriu mëkatar, pa besimtar, jo vetëm në shtrat, jo vetëm në një çështje që është e lejuar, por është akoma dhe më rënd, akoma dhe më shëmtuar kur e gjen në mëkat. Sa njerëz kanë vdekur duke kryer mëkatin, në mëkat e sipër, në gjunaf, qoftë duke shkuar tek vendi për të bërë gjunafin, qoftë duke qenë në gjendje të kryerjes së gjunafit, i ka ardhur vdekja. I tilli jo vetëm që mbyll jetën e tij në këtë mënyrë të shëmtuar, por edhe tek Allahu i lartësuar do të ringjallet me këtë gjendje të shëmtuar. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i kërkonte mbrojtje Allahut të lartësuar nga një vdekje e tillë e papritur. O Allah, unë kërkoj mbrojtjet e ti nga vdekja në rënoja, kërkoj mbrojtjet e ti nga rrëzimin nga lartë, dhe kërkoj mbrojtjet e ti nga mbytja dhe djegja. E të gjitha këto janë lloje të vdekjes së papritur. Me gjithë shtimin e rasteve
të vdekjeve të papritura që ne i shohim, i dëgjojmë her pas here, shumë njerëz ende janë të pakujdesur, nuk marrin mësim, nuk reflektojnë, nuk përgatiten për udhëtimin e madh dhe të vështirë që i pret për qëndrimin përpara Zotit të tyre. Sigur për njerëz të tillë vdekja nuk ekziston, sigur nuk është për ta vdekja. Apo sikur njerëz të tillë kanë marrë garancinë nga Allahu se do të jetojnë siç jetoi Nuhu alayhi salam. Por siç thot Allahu i lartësuar, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dhalika ma kunta minhu tahid." Dhe do të vijë agonia e vdekjes me të vërtetën, atë të vërtetë që njeriu i tillë e mbante në harres. E kur dikush përpiqej t'ja kujtonte, i thoshte, "Lëri këto biseda. Lëri këto biseda se na bëjnë të ndjehemi keq." Dhe kthehi në atë dëfrimin e tij mëkatar. Kjo është ajo nga e cila ti, thot Allahu i lartësuar, e largoje veten. Ka qenë Jezid Ruqashi, i cili gjatë agonisë së vdekjes lexoi fjalën e Allahut të lartësuar, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faz, wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Çdo njeri do ta shijojë vdekjen. Edhe të gjithë ju do të shpërbleheni për atë që keni vepruar. Kush mirë, kush keq do të gjejë. Në ditën e Kiametit do të shpërbleheni me diçka të tillë. Prandaj kush shpëtohet nga rënja në zjarr dhe hyri në xhenet, i tilli ka fituar, ka triumfuar. Dhe më pas tha, fjalët e një njeriu në largim e sipër nga jeta e kësaj bote. Veprat janë prezente, shpërblimet e përfunduara, pra ajo që veprove është prezente, nuk largohet, nuk zhduket, nuk humb, nuk harrohet. Edhe shpërblimi apo ndëshkimi është aty në varësi të tyre. Dhe çdo punëtor do të marrë atë që ka punuar. Fundi i kësaj bote dhe i njerëzve të saj është vdekja. O ti i cili varri është strehimi yt, edhe përpara Allahut qëndron në pritje. Zjarri i nesër mund të jetë vendi yt. Çfarë ke përgatitur për shpirtin tënd? Çfarë ke përgatitur për momentin e vdekjes tënde? Çfarë ke përgatitur për të qëndruar përpara Zotit tënd? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Përmendëm se vdekja pa pritur për pabesimtarin dhe njeriu mëkatar është një përfundim i keq. Por vdekja pa pritur mund ta kapë dhe besimtarin. Dhe kjo është mëshirë për të, sepse shpëton nga dhimbjet e agonisë së vdekjes, nga sikletet që ka ajo, nga rëndesa dhe vuajtjet që përjeton njeriu gjatë ditëve, momenteve që po largohet nga kjo botë dhe shpirti po del nga trupi i tij. Një njeri në kohën e profetit alayhi salatu wassalam ishte në Arafat gjatë haxhit me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ra nga kafsha e tij dhe vdiq. Vdekja e papritur.
por në një gjendje të mirë, në adhurim e sipër. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: lajeni atë me ujë dhe sidër. Sidër, një bimë aromatike që përdori, apo përdoret edhe sot për larjen e trupit e tjerë. Edhe mbështilleni me ihramin e tij, pra atë rrobën e veçantë që përdoret gjatë haxhit dhe umrës. Mbështilleni me të dhe mos e mbuloni kokën e tij. E ai do të ringjallet tek Allahu duke bërë telbije. Telbije është e fjala që thon haxhint apo njerëzit gjatë umrës, lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika laka lebejk, deri në fund. Pra vdiqni një gjendje të mirë dhe do të ringjallet tek Allahu në një gjendje të mirë, dhe vdekja e papritur për të është mëshirë. Por një vdekje e tillë e papritur për besimtarin e mirë nuk është vetëm në moment që të jetë në adhurim në momentin që vdes. Jo. Nëse e përgjithshmja tek ai është bindja ndaj Allahut, devotshmëria ndaj tij, kryerja e obligimeve, siç është falja e 5 namazeve, largimi nga haramet, atëherë njeriu i tillë edhe pse mund të vdes papritur në shtratin e tij apo në një vend në mënyrë tjetër, për të është një përfundim i mirë, për të është një mëshirë që të shpëtoj nga ato siklete. Elusim Allahun azza wa jalla na japi neve përfundim të mirë, t'i bëj veprat tona të fundit veprat më të mira, fjalët tona të fundit fjalët më të mira, ditën tonë më të mirë, ditën që do ta takojmë atë. Elusim Allahun e madhëruar të na përfshi me mëshirën dhe faljen e tij si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Na japi neve sukses në vepra të mira dhe t'i pranoj ato nga ne. Na japi neve sukses në pendim nëse bijem në gjunaf. Elusim Allahun e madhëruar ta forcoj besimin ton, na lehtësoj llogarinë tek ai. Na bëj neve prej banorëve të xhenetit, na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Ta pastroj zemrën tonë nga lakmia për jetën e kësaj bote dhe dëshirat e ndaluara. Elusim Allahun e madhëruar t'i fali dhe t'i mëshiroj të gjithë muslimanët, të gjallët dhe të vdekurit prej tyre, t'i shëroj të sëmurët tanë, t'i furnizoj të varfrit tanë, t'i ndihmoj të shtypurit tanë. Elusim Allahun e madhëruar që t'u rikthej muslimanëve fuqinë, diturinë, krenarinë dhe përqendrimin e dikurshëm në fe. Elusim Allahun e madhëruar të na bëjë neve sebeptar për të mirën dhe ndalues nga e keqja. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقيموا الصلاة